812.000 pensione janë 130 milion euro. Apo tjetra, makinën, për të lapë prapanisën e makinës, 10.000 euro në muaj, të smurët vdesin në spitale, për ilaçe, vlezrit motrat tona vdesin, fëmijët tanë vdesin për ilaçe. Ky Erioni i Beratit, ky është vllaz siamez me velinë e Tiranës. Janë vlezër këta. Këta kanë një model, vill taksat e qytetarëve. Ndaj dhe unë jam këtu para jush për të kërkuar 100 ditë, për të kërkuar që me 11 maj votoni për t'i dhanë kësaj aleance 100 ditë. Dhe unë ja fjallën ju, ja fjallën e nderit këtu, dhe thi këtu, pas 100 ditës do vi në këtë shesh, të kju. Po, pas 100 ditës, në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Sot 560.000 pensione janë ndën 172 euro. Në 100 ditë nuk do ketë rrogë minimale ndën 500 euro. Në 100 ditë, çdo biznes do paguaj për energjinë 3 herë më pak se që paguën sot. Në 100 ditë. Në 100 ditë, çdo fermer i Beratit, Skraparit, Kuçovës, Dimalit, do marë 5 fishin e subvencioneve që merë sot për fidan të mbjellë, për kokë baktit mashtruar dhe për njësi prodhimi. Po, ku do gjej, parat janë, dhe o ktheju në parat, nuk do jo vjedhin më qeveritarët, se të parat janë të gjitha. Po. Garantoj, në 100 ditë, taksa armiqësore ndaj fermerëve do t'jetë simetrike, si në blerje dhe në shitje, kështu që janë ata që do përfitojnë, të vëshërë. Miqtë e mi, çdo pensionist, çdo rrogult do ketë kartën e konsumatorit, me të cilën ne do i rikthejmë 450 euro që është të vëshëja e ushqimeve bazë. Pra, ata do i blejnë 20% më lirë se të tjerët. Në 100 ditë, për ju, për çdo qytetar, për çdo fëmijë, për çdo të rritur, për çdo pensionist, Shqipëria do ketë listën e rubrikës italiane për rimbursim të ilaçeve. Po. Për rimbursim 100%. Nuk them unë shëndetësi falas pa sigurime shtetësore, atë nuk e them. Po liste, po rimbursimin e listës italiane do ta ketë çdo qytetar shqiptar. Në 100 ditë, nafta të cilën kjo qeveri ju merë ju për litër të naftës 1.1 euro, nuk do mund shitet kur më shumë
se plus minus 10% se sa shitet në Maqedoni dhe në Kosovë. Pra, çmimi i saj do bjeri 40-50%. Miq, në 100 ditë, çdo sipërmarrje në vend të 23% tatim fitim do paguajë 10%. Por në çdo sipërmarrje rrogat mbi 500 euro do rriten automatikisht me 13%, sepse dhe ata paguajnë 23% tatim fitim mbi rrogën. TVSH-ja do zbres në 15%. Çfarë synojmë ne? Pse i duam këto 100 ditë? T'ja u kthejmë ju parat, dhe e dyta të krijojmë një mundësi të re për çdo shqiptar, të tjerat i bëni ju vetë. Por një gjë t'jeni të sigurt se ky është programi më i mirë. Dhe është ky program, dhe qëllimi që të mundet me eksperiencën që kam, por e vërteta është edhe me ndjeshmërinë dhe pasionin, me ndjeshmërinë që kam ndaj hallave të njerëzve, ndaj këtij shkretimi të madh të kombit tonë, të bëjmë gjithçka për një kthes rrënjësore, brenda 100 ditëve të ndezim fuqishëm motorët e shpresës në këtë vend. Na prish shpresa, besimi tek Berati dhe Shqipëria. Unë ju garantoj se kjo është rruga drejt Beratit madhështor